shumë, faleminderit, zonja dhe zotri, mysafir të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin tonë dhe t'juajën në Odan. Mirë mbrëma Naem, mirë mbrëma Dora, mirë mbrëma Diki dhe mirë mbrëma Terita Sadiko. Mirë mbrëma të gjithëve, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma shqiptar, kudo që të jemi, nga do që të jemi. A ja ku jemi bashkë, jemi këtu në sheshin e fjallës të mirë, e këngës të bukur, jemi bashkë me spektatorin, me telespektatorin, jemi një armatë të tërë që bëjmë gjithë shka, që ju ta kaloni sa më bukur në këtë vikend. Në këtë ditë që në realitet i bie një ditë pas Kurban Bajramit. Andaj, urime gjithë komunitetit të besimit islam, të besimit musliman, urime gëzuar festa e Kurban Bajramit. Urime gëzuar. Kemi të shuar e jemi knaqe dhe kjo është bukur, është një solidaritet i rrallë, është një diçka e bukur që na bën që t'i kthehemi njëri tjetrit, me gjithë solidaritetin e duhur, me dashurin, me respektin për punën e tjetrit, me respektin për vendin, me respektin për këtë vend që me shumë gjak e kemi bërë. E vërtet. Dhe e bukur është që në këtë vazhd të bëhemi sa më të vëdishëm për atë se çfarë borxhi kemi vendit. Mos prit çfarë ka bërë dheu për ty, po çfarë ke bërë ti për atë dheun. Duhet çdo njeri të zgjohemi me këtë ndjenjë, me këtë dashuri. Këtyre ditëve ishim për një vikend në Greqi dhe bashkë me Mirien po bisedonim një vend, një atë dhe që ka qenë mbi 100.000 kilometra katror. Pse jemi rrudh kështu? Ishim në Selanik dhe e mendon, me 1905, 63% popullsi shqiptare kanë qenë. Dhe të dhem shpirti. Ka shqiptar që jetojnë në Selanik, po popullsi shqiptare nuk ka të deklaruar. Sot, llogariteni, thjesht bëhet fjalë pas një 120 vjetëve, as një shqiptar. Po pse jemi rrudh kështu? Sigurisht se jemi rrudh me këtë qasjen që si duket gjithmonë e kemi pas ndaj njëri tjetrit. Dhe jo me kot, në vitin 1905, 63% shqiptar në Selanik, në vitin 1905 në Amerikë, Fajkonica thjesht vuante, si kur qante, se thoshte fatkeqësia shqiptarit për i vjen veç prej vetvetes. Dhe shqiptaris po ta fal veç suksesin. Po sa bukur do t'ishte që t'ja duam suksesin njëri tjetrit. Po sa bukur do t'ishte që këto suksese absolutisht t'i sublimojmë bashkë, t'i fuzionojmë bashkë. Inxhinieri për punën e tij, bujku për punën e tij, mjeku për punën e tij, politikani për punën e tij, historiani, akademia, shkenca. Kur jemi të akademia dhe të shkenca, duhet absolutisht të gjithë ta bëjmë thirrjen më të madhe e të fundit se ju akademik, e punëtor shkencor, e profesor, e doktor, nga do që t'jeni, e keni për detyrë që t'jeni shumë më aktiv, në mënyrë që mos me na myt analfabet llaku. Një fal ligjerata. Po një ligjerat shumë të bukur e bona. Si do që t'jetë. Po edhe shumë edhe më shmenajmë. Jemi këtu përsëri, një natë pas festës Bajramit, që me gjithatë ka prek në ndërgjegjen tonë që të kemi sa më shumë solidaritet të dashurin ndaj njëri tjetrit, e brenda krejt saj, këtu në sheshin e fjales e mire këngës e bukur, sonte do të ndodhë shumë çka e bukur, interesante, e veçantë, do të kemi mysafir tepër të veçantë, do të kemi këngë, humore, shumë çka të bukur, në mënyrë që në këtë vikend dhe nesër në mëngjes të kaloni sa më bukur me ne. Jemi këtu në këtë skenografi tërgamur, që është dorë vendore, do më thonë shqiptarët din, duhet të duan, duhet edhe t'ja dalin. Dhe në këtë glamurozitet, në këtë bukurit, ti konstaton se në vërtet, si që është Odeoni, nona dhe baba teatrit, po dhe civilizimi, Pelazgo i lirë është nona edhe baba e civilizimit botëror, sidomos ati perëndimor. E pse të mos kemi të tillë? Gati si me dalë në parlament me tull. Ma mirë shko me pa shku, se do që janë aty, më falni për jo modestin. Se me ndonë ndryshe. Dukni me më propozu? Po, të propozojnë. Se na shta shkoj? Se më dukni me më votu? Energjia jote pozitive për shtetin e përvendin. Unë do të mundohesha absolutisht më ju tregu se çka mund të bëj. Ecim tutjen. Do të vinë vazhdim ato.
A ke me thonë diçka tjetër më i miri? Jona, Se interesant kur s'po t'nalet kjo guj. Jo, ty s'po t'nalet. Unë po vi dhe të fjalla, por sonte në nguartroditjet e juaja i ftojmë Dadën Hyr edhe Kulën. Ato që na sjellin gaz e lumturi çdo javë. Dada Hyr dhe Kulja. Edhe juve për ajë. O, po të mira pas lula e makon. Faleminderit. A dini çka? E taku me veremin edhe a ju boni për hajë Bajrami krejtë. O, faleminderit. E ki fjallën për renta kardielonin. Me tënë këtë të urte, koloqa baklava, mu me pikt sa bohet, më sulmëj milka. Në që katër bëria ko më thëjsh. A unë e thëmë që kjo verë ka me kanë e mrekullueshme. S'ka me pos as miza, as mickoja, as buba, se kejtë janë ngri. Ty be, ndash ka me pos mickoja e miza, unë apet se apet shumë pa flej. Pse? Po, a di që është thoj njerëzit inteligent shumë flejnë natën. Po? E bre nanën e budalë, së në tonë kënë të menu që pa gjumësia, ajo inteligenca. O, që the? O, ku kejte, hop ti. Pse? Që the me flejt. Po? Rosh me burin me flejt. Ha. Veç kërë më tha. Tha, oj gëru, son të jam shumë i nëzit. Qu me njerë më repir një paracetamol që aty. Se të mund të temperaturë. A unë me burë temin, nga në mirë, s'ka sen. Ama kur thëmë gjithë qka, s'kemi lonë sen pa provu në shtrat. Për i me ha? Po, edhe mas shumëti na ka pëlqy qipsat me bira. A mu burjan? Po më thëtë. Oj zemër, a ki naj fantazi keksuale? 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 Po mëre qësh s'kam? Para mendoj me butësi maramense, me u dashtë në zallë. Volë të detit romantike tu për plas në përbrek, dësh. Me aromën e detit tu kënaq të shiju. Tu pi shampanj, e tu kesh, edhe prap pa funësisht tu dashtë. Shrete. Ajo mu në nalt, apo shteje? Tash jo ti e të shpia. Këtë nga tranu përe. Nga që po të thëmë, martesa, në përgjësi, martesa është si akullorja. Pse? Në fillim të akona të shijan, të freskon, masane shkon të u qëkri e të u lepit. Në fund tjesin dë njolla që veç alkoholi mërë. Ma është edhe kjo që dashtë si e lumëtëri. Po une menoj që lumëtëria është si porda. Gjithkon e bezdis e jutja. Unë apet e kom tjetër menim. Lumëtëria ma e madhe është dashuria e vërtet. Qysh? Qashtu gjithë qysh, po që për shambull të burja. E veti djali tha, bove, tha, qka u dashuria? Mërë me men qka u përgjith. Qka? Mëre djali, dashnia është kur ajo quhet e ta zin pas ullin, e masane i përd në bashkë. A mu po në djali, non qka është martesa? Martesa është një fjallë e zbukurume
për me adaptu një fëmijë moshkull të rritën, Po? i cili nuk mund të trajtohet më nga nona atina. Qatë mire ki, a qashtu, se nga, thoj, buri pa gru, si dimni pa dru. Qashtu, a mu po më thëtë burin. Ta qka duhet me pas një martes stabile? Po, Qa duhet me bo? Tash në martesën stabile, duhet me pas balans. Një herë ti e fajtor, herën tjetër gruja ka të drejt. interesant që shtoj që po thu ti. Veç une, po thom diçka tjetër. He, Ekzistojnë 2 ditë në vit për të cilat nuk mundesh me bë asgjë. Njëra quhet dje dhe tjetra quhet nesër. Prandaj e sotmja është ditë ideale për të dashur, për të besuar dhe kryesisht të jetosh.